Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. 3 shenjat më dinake të horoskopit. Në vend të parë Akrepi. Akrepi është kampioni i lojës psikologjike. Njerëzit i lexon si libër i hapur dhe nuk i shpëton asnjë gjë. E kanë aftësinë të ruajnë qetësinë absolute ndërsa analizojnë çdo fjalë, çdo veprim dhe çdo ndryshim të vogël tek të tjerët. Dinakëria e tyre nuk vjen nga qëllimi i keq, por nga instikti për t'u mbrojtur. Ata nuk i besojnë lehtë askujt dhe kur duhet, përdorin inteligjencën e tyre për të dalë nga çdo situatë me duar të pastra. Janë mjeshtra të heshtjes dhe strategjisë. Në vend të dytë Virgjëresha. Mos u gënjeni nga pamja e qetë. Virgjëresha është analitike, logjike dhe e vëmendshme, aq sa arrin të parashikojë lëvizjet e të tjerëve para se ata t'i bëjnë. Dinakëria e tyre është intelektuale, planifikojnë, kalkulojnë, vëzhgojnë dhe veprojnë vetëm kur u duket koha e duhur. Për sa i përket debatit, e fitojnë pa u lodhur fare, sepse të kapin me fakte dhe argumente që nuk i kundërshton dot. Në vend të tretë të listës janë binjakët. Binjakët nuk janë dinak që nga fillimi, janë dinak faktikisht me kalimin e kohës. Janë të shpejtë në mendje, fleksibël dhe aq të aftë të luajnë në të dyja anët e një situate, sa i çojnë njerëzit në dyshim pa bërë asgjë. Janë komunikues të jashtëzakonshëm dhe dinë të përdorin fjalët në mënyrën më strategjike të mundshme. Nëse duan ta marrin një informacion, e marrin. Nëse duan të shmangin një pyetje, e shmangin. Kaq të mirë janë në lojën e mendjes.